Joshua Bell është një nga ngjarjet më domethënëse për mënyrën se si njerëzit e perceptojnë artin, bukurinë dhe vlerën. Në janar të vitit 2007, violinisti i famshëm amerikan Joshua Bell, një nga muzikantët më të vlerësuar në botë, mori pjesë në një eksperiment social të organizuar nga The Washington Post. Ai shkoi i veshur thjesht në një stacion metroje në Washington DC dhe nisi të luante violinë si një muzikant i zakonshëm rruge. Në duan mbante një violinë të rrallë Stradivarius me vlerë rreth $3.5 milion. Për rreth 43 minuta, Joshua Bell interpretoi muzikë klasike të nivelit më të lartë, ndërsa pranë tij kaluan rreth 1097 njerëz. Megjithse ai ishte një artist i madh që zakonisht mbushte sallat më prestigjioze të botës, në metro pothuajse askush nuk e njohu. Vetëm 7 persona u ndalën për pak kohë që ta dëgjonin me vëmendje, ndërsa shumica kaluan me nxitim pa e kuptuar se po dëgjonin një prej violinistëve më të mirë në botë. Në fund ai mblodhi vetëm rreth $32. Mesazhi i kësaj historie është shumë i thellë. Njerëzit shpesh nuk e dallojnë madhështinë kur ajo shfaqet në një vend të zakonshëm dhe jashtë pritjeve të tyre. Historia tregon se në jetën moderne, nxitimi, rutina dhe shpërqendrimi na bëjnë të humbasim shumë gjëra të bukura që kalojnë pranë nesh. Pra, historia e Joshua Bell nuk është vetëm për muzikën. Ajo është një mësim për jetën. Jo gjithmonë mungon bukuria, por shpesh mungon vëmendja jonë për ta parë dhe për ta dëgjuar.